20 vite në Itali dhe këto janë disa diferenca që unë kam dalluar mes Italisë edhe Shqipërisë, duke qenë se vitin e fundit kam bërë shumë shpesh Shqipëri, Itali, Shqipëri. Le të fillojmë. Në Itali si edhe në shumë shtete të tjera, mbeturinat të ndahen. Pra kemi plastikët me plastikët, letrat, kartonat me një vend, qelçi me vend tjetër, pastaj kemi ato organikët nduket në një vend tjetër apostafat, pra ndahen. Në Shqipëri e dini shumë mirë se kjo gjë nuk ndodh. Këtu në Itali ke edhe në vende publike, jo në të gjithë, po në shumicë e vendeve publike, ato koshat apostafat që të japin mundësinë për të ndarë mbeturinat. Duke qenë se jam mësuar këtu në Itali, sa herë iki në Shqipëri them a mund të jetë më vërtet të gjitha bashkë? Në Itali zakonisht nuk i jepet bakshish kamerierëve, tani normal varet nga situata, nga qyteti dhe nga dëshira e klientit, por nuk është një diçka që ndodh në përditshmërinë. Si gjithmonë varet, ama nuk është se e kemi shumë si, le të themi, traditë, si zakon. Thash varet sepse në vende turistike, siç mund të jetë Milano, Roma, në për disa restorante, është pak më e përhapur. Kur ikim te karburanti në Shqipëri, është gjithmonë ai punojësi që të ndihmon edhe që të shërben, edhe gjatë natës, pra sa kam pa unë, kurse këtu në Itali kemi dy opsione. Opsioni i parë është që ta mbushësh ti vetë makinën tate, edhe ka një çmim, ose opsioni i dytë është që të jetë ai punojësi, ama çmimi është ndryshe. Pra, paguën disa cent më shumë për të pas shërbimin. Harroni se mas një orar karburanti është mbyll, edhe duhet të zbën që ta bëni vetë sepse ai punojësi nuk është.